Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni Bashkëqeverisës Vlen shpall listën e ministrave që do të jetë pjesë e kabinetit të riformatuar të kryeministrit Histria Mickovski. Me ndryshimet e reja, Vlen deklaron se do të vazhdojë me vendosmëri rrugën e ndryshimit, duke sjellë energji të reja profesionist dhe një qasje të përgjithshme në qeverisje. Bashkëkryetari i Vlen Izet Mexhiti paraqiti ndryshimet. Ministria për marrëdhënie midis bashkësive, të cilën do udhëheq Gom Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori mirënjohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasterët e njëjta, zëvendës kryeministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besar Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapësinor, po ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht ai i Tabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tanë, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmore, deklaroi ministri Pançe Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor. Gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët, kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexojë mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytetar që dalin në tubime për problematika reale dhe ata që dalin për qëllime të caktuara. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrumuja, por ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Krahas asaj, shefi i qeverisë shqiptare deklaroi se objektivi është afrimi i investitorëve të huaj në turizëm. Kjo sipas tij do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi dhe më shumë të ardhura me më pak turistë. Shqipëria nuk mundet dot t'i konsiderojë investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve. Tensione në protestën para kuvendit të Shqipërisë. Një punonjës i policisë pësoi lëndimin në kokë pasi u godit me gur, ndërsa protestuesit u përballën me spraj me piper. Shkak për precipitimin e situatës u bë si fillim goditja me vezë makinave të deputetëve të shumicës në pushtet dhe më pas shoqërimi i disa protestuesve. Të tjerët u mblodhën rreth gardit metalik dhe arritën ta heqin. Policia ka shoqëruar deri tani të paktën 5 protestues që ndodheshin përpara parlamentit. Shkak duket se është bërë kalimi prej tyre i perimetrit të sigurisë. Kufizohet orari i punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit të firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.